kërkimi i ndihmës te psikologu ose te profesionist të shëndetit, më ndërro përfshi edhe psikiatrin, përfshitesh edhe psikoterapistin, që është një profil pak më i ri ndoshta në Kosovë, që shpeshherë edhe dallon pak edhe me psikologun e psikiatrin. Normalisht që kërkesat secilën herë shkojnë duke u rrit, për arsye që ndoshta njerëzit kanë filluar dhe me u vlerësu pak më shumë, do thotë se si me rujt shëndetin mendor, ndoshta edhe ankesat ose problemet e tyre me të cilat ata përballen jetën e përditshme, në një farë mënyrë sikur kanë filluar me gjetë një derë ku ata munden me ja adresu ato. Për dallim ndoshta prej viteve të mëhershme që ka qenë pak edhe stigma më e lartë, nuk them që nuk ka akoma stigmë, mirë po për shembull nëse marrim shembull vendin si Prishtina, që është një vend pak më i madh ku ka lëvizje njerëzve të popullatës, domethënë gjasat për me kërku ndihmë është më e lartë, për dallim ndoshta prej vendeve tjera që ndoshta pak më të vogla që akoma ajo stigma ekziston. Për shembull, shpesh ndodh që njerëzit më para më ardhin në Prishtinë, ndoshta me trajtu një çështje tyne, qoftë psikologu, qoftë psikiatri, qoftë psikoterapisti, sesa ndoshta në vendin e tyre prej nga edhe vinë, për shkak të rrethana, për shkak të aspekteve sociale, njerëzve që ose njohjes e tjerë se ndoshta nuk jeni akoma të gatshëm që dikush me i pa ose me ditë që ata po përballen me çështje të tilla. Fluksin më të madh në këtë drejtim e ka marrë do të thotë qysh koha e pandemisë, pra edhe pse kanë kaluar disa vite mirë, po gjithmonë e rifleksojmë se aty ka qenë ai momentumi ose ai vrulli më i madh ku njerëzit vetëm se kanë filluar me kërku ma shumë ndihmë ose me pasi shumë serioze çështjen e problemeve sa i përket aspektit të shëndetit mendor. Kështu që do thotë vitet sa më shumë që ecin aq më shumë edhe kërkesat rriten edhe nevoja do thotë për të trajtuar këtë aspekt është më e madhe, po është edhe vedia do thotë se sot për shembull njerëzit kryesisht janë të kyçur në rrjetet sociale dhe vazhdimisht për shembull shohin video jo vetëm vendore, po edhe të huaja, për shembull influencer të ndryshëm, njerëz të njohur për shembull të cilët kanë kaluar periudha të vështira të jetës tyre dhe që kanë kërkuar ndihmë dhe tash në një farë mënyrë janë shërbejnë edhe si modele, qoftë edhe të njerëzit ose të gjeneratat e reja të cilët e shohin si mundësi që kjo nuk është diçka shumë tragjike me kërkuar ndihmë psikologjike ose terapeutike dhe e marrin guximin edhe vinë. Në fakt, sa i përket grup moshave, zakonisht janë për shembull mosha e viteve të 20 dhe 30, do thotë deri në 40, domethënë këtu është fluksi më i madh. Ndoshta që këto janë edhe ato vitet e përpjekjeve të rinjve, do thotë për ta gjetë veten, ose nëse flasim për fillesat, janë ato krizat e identitetit, se kush jam unë, se kush do jem, çfarë do të bëj në jetë e tjera. Po edhe janë për shembull vitet e 30-ta ku njerëzit tentojnë me kriju një farë lloj stabiliteti, si më thonë gjetjen e partnerit ose punës ose angazhimit, kapitalit e tjera, do thotë shpeshherë këto përballen me vështirësi ose përpjekje shumë të vështira. Dhe kryesisht këto grup mosha të paktën në punën time që unë e bëj, do thotë fluksi më i madh ka qenë këtyre grup moshave. Mirë, po nuk duhet të harrojmë për shembull edhe kolegët e tjerë të cilët punojnë me grup mosha të tjera si adoleshentë dhe fëmijët, sidomos ata me spektre qoftë autizmit ose të tjera, ndoshta sikur kishit me bisedu me nga kolegët e mi të cilët për shembull merren me këto fusha, ata kishin me tregu do thotë edhe flukset po të asaj natyre se sa janë, sidomos në vitin e fundit ose 2025. Po edhe për shembull profesionistët të cilët kryesisht merren edhe me grup moshat e vjetra, për shembull po flasim për personat të cilët ndoshta janë afru ka ajo periudha e pensionimit, që sigurisht se edhe ajo është një periudhë e cila manifestohet ndoshta me disa vështirësi, përpjekje, do thotë aty në personat të cilët e kanë një lloj rezistencë ndaj asaj periudhe, do thotë ku vetëm e shohin veten se ndoshta po plakan dhe tani herë është pak e papranueshme. Normalisht shpeshherë ndodh që edhe këta persona më kërkojnë ndihmë terapeutike ose psikologjike tek profesionistë të shëndetit mendor. Pasi që është një mundësi, pasi që ky profesion ekziston në vendin tonë, atëherë është shumë e mirë se ardhëm që më konsultu. Sot jemi edhe para një fakti tjetër, për shembull që janë rrjetet sociale ose për shembull AI ose ChatGPT, që është një fluks shumë i madh ku njerëzit po konsultohen dhe po marrin këshilla të vazhdueshme, do thotë edhe për ChatGPT-s, qoftë për shëndetin fizik, po edhe ato shëndetin mendor. Nuk ka kurrë të keq që të hulumtosh informacione të ndryshme dhe të jesh i informuar. Mirë, po duhet pasur kujdes, do thotë sepse
shpeshherë aty informacionet janë jo shumë të bazuara ndoshta në saktësi dhe ajo është një kalkulim i shumë informacioneve që janë futur nëpër internet, dhe kështu që duhet pas kujdes ato. Më mirë është do të takohet një profesionist i cili ndoshta është i kualifikuar ose i cili ndoshta e ka një përvojë, një eksperiencë në këtë fushë, në këtë lami, sesa do të marrim informacione ose tentojmë ta rregullojmë veten jashta në rrugë ose diku ku nuk është profesionale. Patjetër, shiko, kur flasim gjithmonë për stresin, duhet kuptu se stresi e ka një anë të shëndetshme. Pra, stresi është një mekanizëm i cili neve na shërben jetën tonë. Nëse ne nuk kemi më pas stres, atëherë punët e përditshmërisë tona nuk ishin më rregullu asnjëherë. Kështu që e ka atë anën pozitive, mirë po, nganjëherë stresi din me u akumuluar, din me vojë tepër dhe në këto situata nevojitet me qenë i vetëdijshëm personi i cili po përballet me stres se si me menaxhu. Pra duhet ta kemi parasysh se stresi nuk është diçka që hiqet edhe zhduket. Stresi është një mekanizëm që aktivizohet në kohët dhe rrethana të caktuara kur ne jemi tu përballë me një çështje të caktuar. Kështu që ajo që mësohet ose çka punohet për shembull në aspektin terapeutik është mënyra se si na me arrit me menaxhu stresin tonë, pra që ajo mos me eskalu ose ndoshta edhe me na pasivizu në punët që na po i bëjmë. Kështu që mënyrën se si me menaxhu, kjo është targeti, kjo është ajo puna të cilën zakonisht e bëjmë psikologët apo psikoterapistët.